Imzot Joan Pelushi është kryepeskopi i ri i Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Sinodi i Shenjtë zgjodhi kryepeσκopin e ri të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, që do të pasojë kryepeσκopin e Ndjer Anastasin. Kambanat lajmëruese ra në Kishën Ortodokse si shenjë e zgjedhjes së kryepeskopit të ri. Kjo është hera e parë që Sinodi zgjedh kryepeskop, pasi Kisha Ortodokse u udhëhoq për më shumë se 3 dekada nga Anastasi. Sinodi i Shenjtë i Kishës u mblodh pas liturgjisë hyjnore, ku besimtarët u lutën që anëtarët e sinodit të kenë drejtësimin të votojnë njeriun e duhur, ndërsa përkon edhe me ditën e dytë të Kreshmës. Pasi sinodi të zgjedh, kryepeskopi i ri do të hyjë në katedrale ku siç mësohet, do të japë edhe një mesazh publik. Me shpalljen e emrit të kryepeskopit të ri, vjen kambana në të gjitha katedralet dhe kishat e Shqipërisë. Ndërkohë, në datë 29 mars do të mbahet një ceremoni e madhe e fronsëzimit. Kryepeskopi Anastas pret në Shqipëri në katedralen ortodokse dhe la me testament se dëshira e tij ishte zgjedhja në krye të kishës e një kleriku shqiptar. 5 nga 7 anëtarët e sinodit të shenjtë janë shqiptar. Në mitropolinë e Korçës, hirësia e tij Joani; në mitropolinë e Beratit, Vlorës dhe Kaninës, hirësia e tij Asti; në mitropolinë e Apolonisë dhe Fierit, hirësia e tij Nikolla; në mitropolinë e Elbasanit, hirësia e tij Andoni dhe episkopi i Krujës, hirësia e tij Anastasi. Anëtarët e tjerë të sinodit janë mitropolitët e Amantias dhe i Gjirokastrës, Nathanaili dhe Dimitri, që janë shtetas grek, por që nuk mund të jenë në krye të kishës për shkak se nuk plotësojnë kriterinë e kombësisë shqiptare sipas statutit të miratuar në vitin 2006. 7 anëtarët e sinodit do të votojnë për njërin prej mitropolitëve shqiptar, ku emri më i përfolur është ai i kryepriftit më të vjetër, hirësia Joanit të Korçës, i cili me njerë pas vdekjes së ish kryepeskopit Anastas u zgjodh përkohësisht në krye të kishës. Kryepeskopi Anastas Janullatos u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare në 25 janar në Athinë. Ai udhëhoqi kishën për më shumë se 3 dekada dhe ringriti kishën e shkatruar nga ateizmi.